Unë nuk do të përgjigjem, sepse po të përgjigjem do konsiderohem si njeri që nuk respekton mediat. Kështu nuk kam përgjigje unë për të pyetje, sepse kjo pyetje nuk është pyetje. Fare. Kësaj pyetje i mungon çdo lloj etike. Ndërsa, për sa më takon, unë e di shumë mirë që ata që vinë protestojnë janë shqiptarë. Dhe unë nuk u përgjigja ndaj shqiptarëve që vinë protestojnë, u përgjigja ndaj atyre që thonë ne duam dorëheqjen pa kushte, duke thënë që unë nuk kam fare ftesë për ta. Nuk janë ata që kam ftuar unë, se unë e di se cilët janë ata, unë e di se si funksionojnë ata, dhe ata janë pjesë e manipulatorëve. Ndërkohë unë e kam me ata që janë pjesë e asaj turme, ose ati grupi Bulevard, që nuk kanë lidhje me këta të parët, që nuk dalin në bulevard për të kërkuar dorëheqjen time. Për sa i përket burgut, kjo është një temë që meriton vetëm një koment nga ana ime. Koha kur njerëzve u tregoi burgu nëpër rrugë, është një kohë të cilën e kemi lënë shumë pas. Dhe unë jam njeriu që me krenari kam udhëhequr betejën më të madhe historike të shqiptarëve dhe të Shqipërisë për shqiptarët dhe për të gjithë të tjerët njësoj, duke i hapur rrugë reformës në drejtësi, duke i dhënë jetë një strukture e cila është tërësisht e pavarur nga unë dhe e cila bën punën në shërbim të drejtësisë. Kështu që janë gjëra tërësisht të ndara. Dhe kjo është prap pjesë e spekulimeve dhe e manipulimeve, por unë kam parë shumë nga këto, edhe këto s'më bëjnë përshtypje fare. Janë film shumë i vjetër që ka gjithmonë gjendin fund. Dhe ajo që më vjen keq me ata që vazhdojnë i shkojnë nga mbrapa, atyre honxhobonxhove të tjerë që janë nëndritarësit profesionist të Shqipërisë, është që janë njësoj si ata që shkojnë te njëjti film dhe mezi presin që fundi të jetë ndryshe dhe që personazhi i tyre të triumfojë. Nuk ndodh kjo. Është një film me fund që e kanë parë gjithë.